Një nga momentet më të tensionuara të këtij edicioni të Big Brother Kosova u shfaq kur Edi u përfshi në një debat shumë të ashpër me Arditin. Fjalët që ai përdori nuk ishin thjesht kritik ose provokim, ato u konsideruan si kërcënim serioz, duke shqetësuar jo vetëm banorët e tjerë, por edhe publikun që ndiqte çdo gest nga kamerat, do të pres kokën, do të fus një shpullë. Ishin fjalët që tronditën ambientin. Momenti ishte aq dramatik sa banorët u ndalën dhe disa u përpoqën të ndërhynin për të qetësuar situatën, duke kuptuar se tensioni mund të eskalonte në konflikt fizik. Edhe Arditi u duki befasuar dhe i shqetësuar nga mënyra e të shprehurit të Edin. Pas këtij incidenti, Big Brother vendosi të ndërmarrë masa disiplinore. Edi u dërgua në nominim të detyruar, një masë që nuk kishte të bënte vetëm me lojën, por edhe me rregullat e respektit dhe sigurisë brenda shtëpisë. Vendimi u bë publik para gjithë banorëve, duke theksuar se fjalët e rënda dhe kërcënimet nuk tolerohen brenda lojës, pavarësisht nga tensioni i momentit. Sot, publiku ka një rol të rëndësishëm. Ata duhet të vendosin nëse Edi do të vazhdojë të qëndrojë në shtëpi apo do të largohet pas këtyre fjalëve të rënda dhe sjelljes së tij agresive. Situata ka krijuar një debat të madh në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës janë ndarë mes atyre që mendojnë se Edi duhet të ndëshkohet për shembull, dhe atyre që e shohin situatën si një shpërthim momental brenda lojës. Ky episod tregon qartë realitetin e tensionit brenda Big Brother. Emocionet shpesh arrin pika të nxehta dhe disa situata mund të kalojnë kufit e pranueshëm. Përveç aspektit të lojës dhe strategjisë, këtu është fjala dhe respekti që bëjnë diferencën. Vendimi i publikut do të tregojë gjithashtu sa larg është gati të shkojë audienca në mbështetje ose dënim të sjelljes së një banori. Në fund, kjo situatë do të mbetet një nga episodet më të diskutueshme të këtij edicioni, jo vetëm për përplasjen e Edin dhe Arditin, por edhe për mënyrën se si Big